Ish-kryeministri Sali Berisha ka përfunduar dëshminë e tij 2 orëshe përpara prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lidhur me ngjarjen tragjike të 21 janarit 2011. Hetimi që vazhdon të mbetet i hapur pa emra konkret të dyshuarish ka marrë një tjetër dimension pas 10 qëndrimeve politike të Berishës në vitet e fundit. Asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar. A keni dhënë urdhër? Asnjë urdhër dhe kur. S'mund t'i jepet urdhër. Berisha pranoi se zbrazja e plumbave që shkaktoi vdekjen e protestuesve është konsideruar krim shtetëror nga gjykata e Strasburgut dhe nuk ka kundërshtar mbi këtë konstatim. Megjithatë, ish-kryeministri shtoi se ende ekzistojnë shumë të panjohura. Të mos thirrem unë për të pyetur në një proces për një ngjarje dramatike që u kushtoi jetën 4 demonstruesve, plagosjen mbi 120 policëve e të tjerë. Tani, dëshminë time, ju mund të rrmoni sa të doni, por do gjeni ato që kam thënë. Gjatë dëshmisë, Berisha kujtoi edhe momente dramatike kur kryeministria u sulmua dhe 2 funksionarë tentuan të deportojnë në zyrat e institucioneve duke treguar tensionet dhe pasigurinë e atyre ditëve. Dhe ministri, komandanti i gardës, kanë ardhur me kanë thënë të evakuojnë. Jo, kam thënë, se unë isha jashtë për një drejt me ambasadorën gjermane dhe u futa drejt në zyrë, isha njëri në detyrë. Ai u ndal gjithashtu te incidenti i njohur me ish-komandantin Andrea Prendi, dënuar më vonë për ngjarjen e 20 janarit, duke risjellë në vëmendje misterin e syrit të nxirr të tij, i cili mbetet një enigmë për hetuesit. Andrea Prendi ka qenë në krye të detyrë gjatë gjithë ditës dhe në vlerësimin tim ai ka bërë të pamundurën që të përmbush detyrimet ligjore të tij. Ndërsa shumë ish funksionar të kohës përfshirë drejtues të policisë dhe ish-ministrin e brendshëm Lulzim Basha kanë dhënë përgjigjet e tyre dhe kanë ruajtur hetimin përpara mediave, Berisha theksoi se ai nuk ka më asnjë sekret për 21 janarin. Ballafaqimi me dëshmi të tjera e vetmja gjë me që pyet Bamir Topi që ishte pjesë e skenarit pas ka shkruajtur në libër se Lulzim Basha e ka takuar të nesër mos gaboj për të ndërhyrë tek Ina Rama që të zbus masën ndaj oficerëve të gardës. Gjë e cila është teorikisht e pamundur që unë të dërgoja njëri tek Bamir Topi që ishte një nga organizatorët që priste zgjatjen e mandatit nga Edi Rama. Duke sjell nga e kaluara e 21 janarit emra me të cilën u përplas si ai Ina Ramës, prokurore e përgjithshme ndërkombëtar dhe aktorë të tjerë, Berisha në të sotmen ka rezerva të vazhdueshme për hetimet. Se si të shihni, SPAK-u bën hetime politike. SPAK-u është një repart i Partisë Socialiste kundër opozicës. Kam pretendën aty që guxon SPAK-u të gozhdojë Edi Ramën për aktin më të dhunshëm në histori. Në përfundim, ish-kryeministri nënvizoi se edhe në prag të 15 vjetorit të ngjarjeve, drejtësia nuk ka identifikuar ende autorët që qelluan mbi Hekuran Dedën dhe Alex Nikën, duke theksuar se kjo mbetet çështja kryesore pas zgjidhur e ngjarjes tragjike të 21 janarit.